thonë përpare, mund të kenë edhe është predispozita gjenetika, asnjëherë kjo nuk mund përjashtohet, jo të gjitha sëmundjet. Kur flasim për sëmundjet inflamatore, qoftë artritin reumatoid, lupusin, sklerozën, përgjithësi do me thonë vaskulitet, ka një bazë autoimune, megjithëse nga dhorat anamnestike që neve gjithmonë u marrin pacientëve tonë, nuk të ndodhë shpesh që pacientët do të deklarohen për shembull se rrethi ngushtë, qoftë nana, baba, vëllezërit, motra kanë edhe ata reum, por në një rreth më të gjerë del. Për shembull shohim agja, halla, tezja, kanë probleme reumatike. Më të vjetra, ndoshta edhe kanë ngel pa u diagnostifikuar, për arsye se shpesh thonë pacientët kom dëgjuar që gjyshja gjithmonë ka pas reum, po s'ka shku te mjeku. Do thotë ndoshta ajo matë sëmundje ka jetu të njëjtën, nuk janë bë vizita, janë bë deformime, duke menduar se deformimet janë normale, por e përcjellin domethënë curinë e jetës, domethënë stadeve të vonshme të jetesës e gjitha këto. Është komponenta gjenetike prezente, nuk mohohet. Në anën tjetër te kategoria e sëmundjeve degenerative, artrozat, domethënë edhe të ato nuk përjashtohet gjenetika tani kohë të fundit, edhe pse konsiderohen si sëmundje të moshës, ka raste për shembull prej artrozave vujnë krejt motrat prej artrozës gjunit, për shembull kon artrozës. Ka raste kur problemet faktikisht me një spondilozë cervikale lumbale janë prezente në gjithë anëtarët e familjes. Do të thotë kanë artroza anëtarët, edhe këtu e kemi një predispozitë gjenetike. Gjenetika tani po thuaj se të asnjë sëmundje nuk mundet asnjëherë të përjashtohet. Mos të harrojmë pastaj edhe osteoporozën, që është një sëmundje do të thotë që hyn sëmundjet metabolike faktikisht kockave me të cilën e mirëmi si reumatolog, kur edhe osteoporoza, rrallëllimi i kockës, kemi raste kur faktikisht krejt anëtarët e familjes, gjitha motrat kanë për shembull osteoporozë, kanë fraktura, domethënë thehen vazhdimsi. Sepse thashë edhe më herët numri i sëmundjeve nuk është i vogël në reumatologji, është domethënë numër i madh.